Pas një humbje apo disfatash të njëpasnjëshme, reflektimi apo faza tjetër revolucionare, ndoshta duhet të nisë nga disa gjëra të vogla dhe të pabesueshme, në dukje të parandësishme, por që të gjitha së bashku mund të diktojnë në një tjetër fat në betejat e ardhshme. Në faqen zyrtare të PD-s, emri Eno Bozdos duhet korrigjuar dhe shkruar Eno Bozdo me 2 n dhe jo me 1 n, siç rezulton aktualisht, kur partia nuk shkruan shkronjat e emrave të udhëheqësve të saj, si mund të ruaj votat nga narkoregjimi dhe të ndalë trenat bullgar. Çim Peka, kur kërcënon bandat që prekin votat, duhet të kujdeset që të thotë çunat e Durrësit, çunat e Dubajit, dhe jo çunat e Durrësit, çunat e Dubajit, pasi kërcënimi e humbet forcën dhe çunat nuk tremben. Me vijimin e betejës apo shpalljen e fazës së dytë të revolucionit, zonja Topalli nuk duhet të thotë më zoti Byrysha çan malet, po zoti Berisha çan malet. Neni Basha në statut duhet të digjet bashkë me fotot e besprerëve në oborrin e Shqup. Hiri i mbetur përzihet me sheqer, me të cilin nyshtet kutitë e votimit, përpara se të hapen në zgjedhjet e ardhshme. Bluzat me mesazhin Free Berisha, mesazh që e ka ezauruar qëllimin, të zëvendësohen me bluza dhe kapele me foton e Alma Kaçit, për të forcuar moralin e revolucionarëve. Spotet me pjatat plot të çunit të Fariut dhe spotet me Bubin Kaçurrel të çunit të Besnikut duhet të zëvendësohen me trailerin e filmit aksion të Monikës. Celia e partisë duhet të ndërruar. Shqupi i cili më parë përdorej për vaki është vend ters që ndjell vetëm grindje, humbje, zi dhe braktisje, që kur u zhvendos në Shqup, PD-ja nuk ka parë një ditë të bardhë.